përtritja e marrëveshjes kundërbërthamore, shtimit kundërbërthamor që ka skaduar në vitin 2026 dhe ka qenë marrëveshje vetëm mes SBA-s dhe Rusisë, tani SBA-ja është duke insistuar që në këtë marrëveshje të përfshihet edhe Kina, dhe kështu duke u përfshirë në këtë marrëveshje trilaterale, atëherë i bie që në rivalitetet e ardhshme, armët nukleare të mos shtohen ose të mos përdoren, dhe si e tillë rivaliteti të vazhdoj, por të mos ketë ndonjë eskalim me armë bërthamore, cilat do të jetë një shkatrim i dyfirt. Pra, marrëveshja e Mekës po jep hapësirë një marrëveshje tjetër, por po jep hapësirë edhe çështjes së lirimit të Hormuzit, ku mund të ketë ndonjë paqe të caktuar ndërmjet palëve. Megjithatë, ekziston rreziku, duke qenë se jemi në bisedimin që sikurse edhe ju po analizoni zoti Kuçe, ekziston në çdo moment rreziku, po e quaj, që një marrëveshje të mos arrihet apo jo. Dhe nëse kjo do të ndodhte, pra, meqense morëm njërin version të si do të shkonte situata, marrim dhe anën tjetër të medaljes, nëse mund ta quajmë kështu. Edhe një herë më fal sepse nuk e dëgjova në fund. Po, meqense ne analizuam në këtë pjesë, pikërisht atë se çfarë pritet po e quaj, edhe në ato që mund të konsiderohen si 2 vitet e ardhshme, sikurse e thatë edhe ju. Pyetja ime qëndron çfarë ndodh nëse një marrëveshje nuk arrihet. Marrëveshja e Mekës tashmë është arritur. Marrëveshja për moshtimin nuklear dhe marrëveshja për çështjen e Hormuzit mbetet të shihet sa do të arrihet apo jo, por me gjas mund të nevojitet edhe Irani dhe Shtetet e Bashkuara një pauzë për momentin, për shkak se ka një krizë të furnizimit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një shpenzim të rezervave, një debat të madh, ndërsa Irani nuk është ndonjë fuqi as që madhe sa të rezistojë në një luftë intensive me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se fuqia më e madhe në botë mbetet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe atë ndjeshëm është shumë më e madhe. Dhe si e tillë, atëherë këto lëvizje japin me patjetër një perspektivë që duhet të pauzojnë të paktën për momentin, përveç tjerash nëse vazhdohet me eskalime të vazhdueshme, ku ndaljet atëherë mund të bëhen të pamundshme, atëherë eskalimi është shumë më i shpejtë se sa vetë shtetet e dëshirojnë, për shkak se pjesa perëndimore antarët e NATO si tërësi, për shembull, nuk janë të gatshëm për asnjë lloj eskalimi të luftës, tashmë ato të gjitha e kanë paraqitur perspektivat e veta të armatimit 2029-2030, me së largu deri në vitin 2035 për arritjen e 5% të shfrytëzimit të GDP-s për investime ushtarake, dhe këto pra bëhet fjalë për vitet e ardhshme, që i bie të paktën deri në fund të dekadës shumica shteteve europiane, por nuk do të jenë të gatshme që të përgjigjen në ndonjë eskalim të madh global, dhe perëndimi pa më parasysh sa është i përqarë për momentin mund të mos jetë edhe as i përqarë në pikën ku do të eskalon të çështja. Por nëse lufta i pret para kohë, atëherë kjo do të jetë ndoshta një, mos ta themi një humbje, por një dëmtim i rendit perëndimor, dhe në këtë formë do të jepte një hapësirë shumë të madhe atë multipolaristëve, të cilët po kërkojnë ndryshimin e rendit global që përfaqësohet nga vendet e BRICS-it në këtë rast. Dhe si e tillë, atëherë kjo e shtyn një paqe, të themi një paqe jo stabile ose një paqe të armatosur për momentin, e cila do t'ju jepte kohë palëve për një likuiditet të ri ose edhe për vazhdimin e forcimeve të pikave të tjera strategjike. Për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën me Iranin tani për momentin ka shumë edhe geopolitologë të cilët e thonë që është duke fituar terren. Jashtëzakonisht shumë Kina për shkak të vemencës së madhe të SBA-s tek India mesme, dhe në këtë formë atëherë në paqësor është duke mbetur një lëvizje bukur e madhe e Kinës. Dhe në këtë rast ata po përgatiten për një ballafaqim ose për një frenim të Kinës në shumë industri, për shembull siç është ajo çështja e inteligjencës artificiale, automatizimit në fushën ushtarake dhe çështje të ndryshme që kanë të bëjnë në fushën tregtare dhe ushtarake. Pra është një çështje e cila për momentin mund të na ofrojë një likuiditet të paqes, por që nuk garantohet që mund të vazhdohet për shumë